muaj Ramazan është i tëri obligim për të agjëru që nga dita e parë, për ata që i plotësojnë kushtet. E fatlum dhe fatmir është ai i cili ka shfrytzuar atë natë dhe i privuar është ai i cili nuk ka ditë me shfrytzu. Nata e Kadrit pra në total është në Ramazan. Pastaj është në 10 e fundit të Ramazanit. Dhe më sakt është në netët tek të këtij 10 të fundit dhe më e nominuara është nata 27. Me rëndësisht para se të jenë Ramazani tjetër, me i kompensu ditët e këtij Ramazani që po shkon. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Zotin e Madhreshëm, salavat me pejgamberin alayhis salam. Fillimisht duhet të kuptohet nga gjithë opinioni që muaj Ramazan është i tëri obligim për të agjëruar që nga dita e parë, për ata që i plotësojnë kushtet, do thotë cilët janë me shëndet mirë, janë moshën madhore dhe janë vendas. Pyetja ju ka të bëjë me vlerën e natës së Kadrit, e cila ishte nata në 27. Këtë natë ka vlerësuar Zoti i Madhreshëm me, po themi, me disa orë punësh, aktivitetesh ose adhurimesh dikon 10-12 orë, e ka vlerësuar dikon me vlerën e 1.000 muajve, që i bie dikon mbi 83 vite jetë. Pra një person i cili adhuron Zotin, sepse nata e Kadrit nuk është ditën, sa për audiencën tuaj, që mos me keq kuptuar. Dhe nëse agjeron personi, ati ai shpërblet për agjerimin. Mirë po, nata e Kadrit për ata sy quhet natë, fillon nga koha e iftarit, akşamit deri në mëngjes. Pra nata është me vlerë. Adhurimit që bën atë natë e kanë vlerën sa me adhuru Zotin dikush 83 vite. Për atë arsye pra fatlum dhe fatmir është ai i cili ka shfrytzuar atë natë dhe i privuar është ai i cili nuk ka ditë me shfrytzu. Parimisht janë disa parametra fetar që e definojnë natën e Kadrit. Nata e Kadrit pra në total është në Ramazan. Pastaj është në 10 e fundit të Ramazanit. Dhe më sakt është në netët tek të këtij 10 të fundit dhe më e nominuara është nata 27. Kështu shkon llogaria. Shpresojmë te Allahu që t'ju pranohet agjerimi, sepse ata të cilët agjerojnë për Zotin e Madhreshëm. Mirë po, ne lutemi që ata t'ja bashkangjitin edhe namazin, sepse namazi është shtylla e dytë dhe është shtyllë shumë e rëndësishme. Mirë po, do thotë ne shpresojmë te Zoti që t'ua pranon agjerimin atyre që nuk falen. Nuk muj unë t'ju them atyre që nuk falen, që nuk ju pranohet dhe lëna braktisën agjerimin. Jo, këta veç i kanë bërë 2 hapa në Islam. Një, e kanë shqiptu dëshmien shahadetin dhe e dyta agjerojnë. Kështu që ne i thrasim, apelojmë që t'ja bashkangjitin edhe namazin, sepse falja namazit është shumë e rëndësishme si shtyllë, pastaj ndikon edhe drejt për drejti në cilësinë e agjerimit. Ditët e humbura të agjerimit, që për arsye të justifikueshme ka qenë personi i sëmuar ose udhëtar, nuk ka mujtë me agjeru, i kompenson pas Bajramit deri para se të vijë Ramazani tjetër. Kur don, mundet me përzgjedh koha kur është e shkurt, e freskët, për shembull në vjesht, në dimër, do thotë nuk ka ndonjë limit kohe, me rëndësisht para se të jenë Ramazani tjetër, me i kompensu ditët e këtij Ramazani që po shkon.